Nëse po pret momentin perfekt për të ndryshuar jetën tënde në Gjermani, kam një lajm për ty. Ai moment nuk do të vi kurrë. Kam dëgjuar shumë njerëz të thonë, kur të mësoj gjermanisht do të aplikoj për një punë më të mirë. Kur të kem më shumë para, do të filloj një kurs. Kur të kem më shumë kohë, do të merrem me dokumentet. Kur të ndihem gati, do ta ndryshoj jetën time. Por e vërteta është, nëse pret që gjithçka të jetë perfekte, thjesht do të vazhdosh të presësh. Edhe unë gjithashtu i kam shtyrë sot gjërat që do doja t'i kisha bërë më herët. Ndryshimi nuk fillon kur ke gjithçka. Ndryshimi fillon kur vendos që ta marrësh përsipër hapin e parë. Mund të jetë një aplikim për punë, mund të jetë një orë mësim gjermanisht. Ndryshimi fillon kur ti vendos të bësh hapin e parë. Mund të jetë një CV e përditësuar, një email, një takim, një video që të mëson diçka të re. Mos e nënvlerëso fuqinë e hapave të vegjël, sepse ata janë ata që të ndërtojnë rezultatet e mëdha. Nëse çdo ditë bën vetëm një hap përpara, pas një muaji nuk do të jesh më i njëjti person. Mos prit që të vi dita perfekte, bëje sot ditën kur ti fillon. Nëse i do planin tim 30 ditor për të ndryshuar jetën tënde në Gjermani, për të ndryshuar aspekte aty ku ti ke nevojë në jetën tënde në Gjermani, komento plan 30 ditor dhe unë do të dërgoj materialin në PDF falas. Atëherë kjo është platforma e Skool. Mund ta aksesoni nga linku në bio dhe do t'ju dali mundësia për t'u regjistruar. Pjesa më e rëndësishme është community. Ktu tek pjesa e parë, tek community, do të keni edhe të gjitha postimet dhe materialet të cilat në Instagram dhe në TikTok dhe në YouTube unë them që mund t'i shkarkoni falas. Pra në këto postime do të keni shkarkoni materialet falas. Dhe janë vërtet materiale shumë cilësore.